Një përplasje sup më sup, më pas një debat me fjalë dhe që mbyllet me një sherr në një lokal që përfundoi në tragjedi. Ekurant Cumani, 23 vjeçari me origjinë shqiptare, vdiq nga një plagë vetme me thik në gjoks në parkingun e Universitetit të Perugjas. Autori i dyshuar i krimit, një bashkëmoshatar i tij, për cilin ka nisur kërkimet. Ai përshkruhet si një njerëz me floka çurrela dhe lëkurë ngjyrulliri. Policia dhe ekspertët mjekoligjor po punojnë kryesisht për të analizuar pamjet nga kamerat e sigurisë të vendosura si përpara 110 kafe, ashtu edhe përpara departamentit të matematikës dhe shkencave kompjuterike, vetëm pak metra larg vendit të ngjarjes. Si ndodhi vrasja? Mbrëmjen e së premtes, Ekurani dhe miq të tij, rreth 10 persona në total, me 2 makina, udhtojnë nga Fabriano në rajonin Marke, drejt kryeqytetit të Umbrias. Djemt po vizitojnë bare dhe klube rreth qytetit universitar, por qendra e jetës së natës në Perugja. Është ora 4 e mëngjesit kur grupi nga Fabriano përplaset në një bar me të rinj të tjerë. Të gjithë janë të huaj, disa janë student, të tjerë janë fëmijët e emigrantëve të gjeneratës së dytë. Hetuesit theksojnë se debati bazoi në çështje të parëndësishme, nuk ka të bëjë fare me botën e drogës apo me debatin universitar. Ekuranit, një iri muskuloz dhe i stërvitur, i kërkohet të dalë në rrugë. Një tethike shfaqet midis tij dhe kundërshtarit. 23 vjeçari goditet midis gjoksit dhe qafës vetëm një herë. Vëllai i tij përpiqet ta ndalojë sulmuesin, por plagoset në këmbë, pastaj gjithçka kalon në kaos. Është ora 4:30 e mëngjesit kur 112 merr një telefonat për një sherr në parkingun midis Via Alessandro Pascoli dhe Via Luigi Vanvitelli. Kur mbërrin makina e parë e patrullës, Iriu 23 vjeçar është i shtrirë në tokë dhe nuk lëviz. Gjurmët e lëna në asfalt zbulojnë se Ekurani është zvarritur për disa metra përpara se të rrëzohej për tokë. Një episod dhune i pazakon dhe i pakontrolluar, thekson zyra e prokurorit. Ekzaminimi i fillestar i trupit të riut zbulon një plagë të vetme, një plagë fatale, e cila do të kishte prekur organet jetësore. Të gjitha përpjekjet e ekipit të urgjencës mjekësore për ta kthyer në jetë ishin të pasuksesshme. Ekurani ishte një djalë i mirë. Ai donte kafshët, fitnessin dhe tatuazhet, shprehen miq të viktimës. Ai kishte një zemër të artë, gjithmonë i ndihmonte miqt në nevojë. Në verë punonte në një restorant familjar dhe në dimër bënte punë të ndryshme të rastësishme. Një tragjedi që ka tronditur qytetin universitar, një ngjarje zemërthyese dhe e padurueshme, komentoi kryetaria e rajonit të Umbrias, Stefania Projeti, së bashku me këshilltarin për politikat rinore, Fabio Barcaiol. Kjo vrasje ndodhi vetëm disa ditë pas asaj të Paolo Taorminos, 21 vjeçari të vrarë në Palermo, jashtë lokalit të familjes së tij. Në atë rast nuk pati akmarrje ndëshkuese, por përkundrazi, gjithçka lindi për arsye banale. Më bëri të dukem keq në sytë të tjerëve, pranoi vrasësi që e qelloi.